Vëllezër të mi, kësaj vdekje do t'i vi edhe asaj një kohë. Edhe asaj do t'i vi një kohë, vdekja do të therret dhe pas kësaj për të gjithë do të mbetet vetëm jetë pa vdekje. Në dy sahihet, pra të Buhariu dhe Muslimi, transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të cilët vdekja ditën e ringjalljes në pamjen e një dashi dhe do të vendoset ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Aty do të therras një thirrës, o banorët e xhenetit. Ata do të ngrihen dhe do të vështrojnë. Do të thuhet: a e njihni këtë? Do të thonë: po, e njohim këtë, kjo është vdekja, sepse secili e ka parë një herë. Pastaj do të thotë: o banorët e zjarrit, a e njihni këtë? Do të thonë: po, kjo është vdekja, sepse secili e ka parë më herët. Atëherë vdekja do të therret para syve të gjithëve, ndërmjet xhenetit dhe zjarrit. Aty do të thuhet: o banorët e xhenetit, përjetësi, s'ka më vdekje, dhe o ju banorët e zjarrit, përjetësi, s'ka më vdekje.